Plani përgjithshëm për Kullën është paraqitur prej vitesh. Kati parë është për familjet me qitë ato që kemë të mësmen. I dyti i Zahirit ato që i ka që janë metë, i treti i gjithë dëshmorëve të zonës Llapit. Një planifikim i tillë kishte qenë pjesë e projekteve të agjencisë, por arsyet pse nuk arriti të jetësohej gjatë mandatit të tij i shpjegon ish-drejtuesi Bislim Zogaj. Ajo Kullë, ai memorial është ndërtu, ende pa ekzistu agjencia, do thotë është fillimisht në baza vullnetare, pastaj Ministria e Ambientit ka investuar dhe kanë rregulluar dhe ashtu ka mbet, derisa kam qenë unë në agjenci, kemi menduar që të kryejmë këto procedura brenda Kullës, po fatkeqësisht nuk ka pas ndonjë material të bollshëm për të pajisur ajo Kullë. Është e vërtetë që të paktën kishte më qenë mirë një hapësirë të rregullohet që të priteshin bashkëluftetarët të shkonin të evakuonin kohë pas kohe, por pse jo të priteshin musafir për të përshkuar ngjarjen aty. Dëmtimet e shkaktuara së fundmi në këto hapësira kanë prekur thellë familjarët dhe bashkëluftetarët e dëshmorëve. Është një institucion të thirr, nuk na ka as vizituar, nuk e di që kanë vizituar edhe memorialin. S'kum dëgju pe ati në pastruesit që kanë vizituar. Se familjen jo se jo? Ja. Familjen absolut. Ape media u kena një që është dëmtuar ati. Edhe unë sigur shumë qytetarë kanë pa përmes mediave dhe ka qenë jashtëzakonisht e dhimbshme, aq më tepër në rastin konkret kur në Zair Pajazitin e kam pasur bashkëluftetar dhe më ka dukë sikur ndonjë atentat ndaj Zair Pajazitit, mungesa e përkujdesjes ndaj këtij